Shikues të Supersport, përshëndetje drejt për drejt nga stadiumi Flamurtari në takimin e vlefshëm për kampionatin shqiptar futbollit edicioni 71 të tij. Flamurtari përballë Besës në një ndeshje e cila sigurisht ishte në program për të luajtur javën e 17, është zhvilluar në këtë stadium, përfundoi me fitoren e Flamurtarit me rezultat 1-0, por për shkak të problemeve të paraqitura në këtë takim, mbi gjitha për gabimet të bërë nga ana e gjyqtarit kryesor Remzi Sadiku, Komisioni i Disiplinës ka vendosur përsëritjen e kësaj. Në kujdesin e stafit mjekësor, Miguel Memeli, sigurisht pak kënaqur në storin e Besës për këtë 11 metrash të dhënë nga ana e Kridens Metës. Largohet Miguel Memeli. Edhe një tjetër, kjo është përplasja në zonë mes mbrojtësit të majtë Renato Arapi dhe Miguel Memelit. Duket se do tjetë Artan Sakaj. Artan Sakaj do tjetë ekzekutuesi i këtij 11 metrashi përballë sigurisht një portier ekspert siç është Orgesçi. Dëgjohet selësimi i gjyqtarit. Niset Sakaj. Kjo goditë dhe në rrjet 1-0. Kalon në përsi skuadra e Flamurtarit. Artan Sakaj kalon në përsi skuadrën e Vlonjate. Sigurisht një moment mjaft i mirë për skuadrën e Flamurtarit. Goli që vjen në një moment të rëndësishëm, jo vetëm këtij takimi, por sigurisht duke ditur të ecurinë e mëtejshme të këtij sezoni, probleme që ka shfaqur skuadra e Flamurtarit, një skuadër në cilën është investuar së tepër, megjithatë rezultatet kanë munguar. Ajo që është e rëndësishme, Flamurtari e duhet kish parashikuar shpëtim Duro që do i jepë 11 metrash. Shkëm reagimin skuadrës kavajese. Ledar Mancaku. Një topë këtyre prapa. Edhe një tjetër Guzuris. Flamurtari 2, 5-0. E fati këtij takimi duket si zgjidhur tashmë. Flamurtari shumë pranë një fitore të rëndësishme, mjaft të vyer për pozicionin e cilat e gjenden në tabelën e renditjes. Kokë godin me kokë dhe 3-0. 3-0 për skuadrën e Flamurtarit. Sërish e pa përgatitur mbrojtja e Besës. Realizohet goli 3-0 Flamurtari. Diçka vërtet çuditshme. Besa që në 18 javë kishte posuar 7 gola, në ndeshje të vetme poson 3 gola. Festa e Vlonjatëve dhe e trajnit Magani, i cili kujtoi dhe deklaruar që në rast përsëritje të ndeshjes do të fitonin me thellë se 1-0. Shkojmë këtë gol të realizuar dhe është blerja më e re e Flamurtarit. Njazi Lena 26 me Melli në minutën 71 dhe Lena në minutën 85. Me këtë Flamurtari lidh në kotën 18 pikëve në vendin e 10, Besa mbetet në kotën 36 pikëve në vendin e dytë. Javën e ardhshme dy skuadrat luajnë sërish në fushat respektive. Flamurtari Apolonia të dielën dhe Besa Kastrioti sërish të dielën, ndeshje të cilët keni mundësi ta ndiqni të transmetuar drejt për drejt në Supersport. Me këto imazhimin e fundit, shikues, ju falenderoj për mundësinë tuaj, bashkë me ju dëgjofshim.